Në për aeroporte ka 10 orë, 7 orë, 8 orë, to fluturime në 2 mëngjes, 3 mëngjes, 4 mëngjes. Cilat janë disa karakteristika që i shqyrton gjatë përzgjedhjes një pushimit? Sidomos në 7-8 vitet e fundit, jam për teorinë pak edhe sakt. Ndoshta pse e kom provu teorinë tjetër, shumë edhe jo sakt, dhe për mu është eksperiencë çdo tem, por nuk do të udhëtimi me të kalu në traumë. Pritet në për aeroporte, ka 10 orë, 7 orë, 8 orë, to fluturime në 2 mëngjes, 3 mëngjes, 4 mëngjes. Kjo ideja kur më rinë të hoteli, në 5 mëngjese nuk bën check-in deri në ora 3. Krejt këto janë probleme të cilat ndikojnë në eksperiencën e kujtimet për pushime. Unë nuk po flas kur për udhëtime me zar ose udhëtime për smundje ose udhëtime për punë të domosdoshme. Janë disa rregulla që ti vendos krahas eksperiencës sonde ku don me qenë e çka duhet me pas. Për shembull, nëse unë udhëtoj pa fëmijë, I want to be in downtown everywhere. Nuk më pëlqen me bë Uber, nuk më pëlqen me marr taksi, driver, downtown. Edhe du gjithçka me qenë në walking distance. Do thot në çdo vend ku unë kam New York, Paris, Shanghai, Bangkok, duhet me qenë downtown edhe me pas lëvizje aksesim në pjesë ku unë kam punë by walk. Nëse ti udhton me familje ndryshon mënyra e pritshmërive. Duhet me qenë gjithçysh në periferi, me pas gjithçysh nëse është koha mirë një swimming pool, ose me pas inside swimming pool, sepse tash na nuk i kena eduku shumë e najt fëmijët në restorane edhe me ecë shumë. Do me thonë, kryesisht në shpe, shkollë, qerdhe, në një aktivitet, gjumë. Edhe është e njëjta rutinë që i përcjell edhe atje, edhe nuk kanë shumë qef e najt ullë gjithë 2-3 orë ose në telefon. Edhe mandej unë mundona mi u përshtat në bazë të kërkesave. Për të parë epizodet e plota të As Travel Stories, mjafton të bëni subscribe në kanalin tonë zyrtar në YouTube.